Sipas deklarimeve, 1 milion turist kanë vizituar vendin në 2 muajt e parë të këtij viti, ku sigurisht Vlora është një ndër qytetet më tepër të vizituara edhe sipas statistikave, ndërsa nëse kthen kamerën në qytet, realiteti është krejt tjetër. Në Vlorë, edhe sot që jemi në muajin mars dhe ky muaj po përfundon, turistët janë me pikatore. Bizneset e vendit janë thuajse bosh, por gjithashtu edhe shumë hyrje të cilat jepen në me qera janë me dritare të mbyllura, çka tregon qartësisht që këto shifra në Vlorë të paktën nuk qëndrojnë, pasi turistët të përgjatë gjithë muajve, kryesisht e 3 muajve të parë të këtij viti, janë në shifra vërtet minimale në raport krejtësisht të kundërt me ato se çfarë deklarohet. Nëse bën sot një shëtitje në lungomare, të cilësuar si pjesa më turistike e Vlorës, do të shohësh fare qartë që pjesa më e madhe e bizneseve aty janë bosh, jo vetëm për shkak të kohës së keqe, por kjo situatë vazhdon e tillë në 3 muajt e parë të këtij viti. Madje, ato që vuajnë më tepër mungesën e turistëve janë pikërisht njësitë hoteliere, ku prenotimet janë thuajse për tokë. Madje në njësitë hoteliere, nëse marrim një mesatare të këtyre 3 muajve, nuk është plotësuar ende as 20% e kapacitetit të tyre, e cila të ketë qenë e prenotuar. Përgjatë fundjavave, si shpresa më e madhe për të patur më tepër klient, situata vazhdon sërish që në çdo biznes të jetë e vakët, duke mos arritur ato shifra të cilat janë edhe në pritshmëri. Në Vlorë, në shëtitjet momentalisht përgjatë 3 muajve të parë të këtij viti, sheh vetëm qytetarë të Vlorës dhe një pakicë turistësh të huaj. Kjo jo domosdoshmërisht do të thotë që nuk ka patur turist, por realiteti është që jo në këto shifra. Shifra të cilat qartësisht janë të egzageruara dhe tregojnë një realitet i cili nuk përjetohet fare në qytet. Nëse në Shqipëri do të kishte në 2 apo 3 muaj 1 apo 2 milion turist, një pjesë e tyre do të qëndroni sigurisht edhe në Vlorë dhe impakti do të ishte i dukshëm. Bizneset do të kishin më tepër klient, duke mos qëndruar bosh dhe sigurisht njësitë hoteliere do të kishin më tepër prenotime. Mbi të gjitha, situata ekonomike do të ndryshonte edhe tek vetë qytetarët, pasi më tepër turist do të thotë më shumë blerje dhe sigurisht më tepër të ardhura për çdo kënd. Por edhe impakti tek familjet vlonjate përgjatë gjithë vitit nga turizmi është thuajse zero. Vlora vazhdon ende të jetë qyteti me turizëm vetëm përgjatë 3 muajve, 15 qershor, 15 shtator. Qyteti me ofertën turistike tepër të vakët nuk ka arritur ende të tërheqë turistët gjithë vjetor, pavarësisht se çfarë deklarohet. Dimri sjell bosh atisjen e Vlorës, ku dallohet qartë që jemi ende larg kësaj pritshmërie, jemi ende larg turizmit gjithë vjetor.